Lori, mirë se erdhe. Gonxha, mirëmëngjes, Blerina, përshëndetje Lorek. Këtë pjesën e showbizit gjithmonë po na e kthen sport, sa herë po jemi. Gjithmonë po na e kthen në futboll, sa herë po e kemi në studio Lorinën. Edhe unë kisha pas qef me folë pak jashtë sportit, se veç sport po m'vjen gjithmonë. Po shpesh ndërlidhen sportit dhe showbizi, apo jo? Se sportistët prodhojnë. Prodhojnë materiale edhe për showbiz. Ma mirë me prodhu gola sportistët. Skandale. Diçka duhet me prodhu nëse jo gola. Ode. A kushtrim? Po ma mirë me prodhu na i gol. Golat e shtushës, po jep. Futona, mirona. Loriku kënaq. Unë edhe Loriku po qeshëm se me një mizjëm pak. Miza. Okej, unë në mezi po arri mi po më shumë keq, nështë ta mundë mu i dhënu, kush do le t'i dhënu, s'ka lidhje. Po menzi arrita me dëshifru që të kjo ndeshje a yjeve, këtu është Milot Rashica dhe këtu e Don Zhegrova, apo? Edhe veç pëse i njën është edhe i kom po frizurën. Personalisht, seriosisht, për atë arsye njova, a janë yje, bëni mundi si yje, kush e ka bo këtë ketë kështu? Brilet. Brileta. Jo, nuk është as bilet, kjo. Mirë, qëka është kjo ndeshje, Lorina? Është ndeshje a yjeve, e keme dy skuadrat, kundër njëra tjetër skuadra e Don Zhegrovës edhe Milot Rashicës, ku e keme edhe formacionin, ta shëgje edhe formacionin, e diskutojmë të këshyrëm kush është top 11-shë. Pra, po shohim që është me datën 11 qershor sot, ndoshta për nder edhe të çlirimit 26 vjetor të çlirimit të Prishtinës, dhe kemi në stadiumin Fadil Vokri. E kemi e Don Zhegrovën, Lumir Abdigjikun, Vedat Bajramin, Fero, Enis Fetau, Debatik Curi, Albion Rahmani, Meda, DJ Pjemi, Majko, Burim Pacolli, e kemi Xuxin. Kapitan Xuxi. Po, te Edoni. Te Miloti e kemi Ledri Vulja, Kushtrim Mushica, Afrim Uqicin, Faton Shoshin, Arben Zhjeqin, Meriton Korenicën, Kapital Tin, DJ Dagsin, Faruk Statovsin, Valion Sylja, Taulan Dajaku, BB Poqin, Bibi Poqe. E shumë të Kjo e reja të mos të dita as Bibi Poqe. Që në ratë e për ndryshe, unë sigurisht që jam këtu pa pik dyshimi me Milot Rashicën, edhe pëse s'kom e këshyrë ndeshër, se s'kom brilet. Kemi brileta. Mirë, para se me dojnë të zhvillimet të tjera, sepse do të kemi zhvillimet të flasim për disa prej këtyre yjeve që i përmende që do t'jem prezent sonte në këtë ndeshje, në këtë ballafaqim, por do doja ndalësha pak tek prapaskenat e lojës Shqipëri-Serbi, ke qenë shumë e komentuar si zakonisht Lorina, nëse herave të kaluara deri në Britani të Madhe, Itali, Turqi, në gjitha vendet Evropës, tash jemi ndalë tek shteti fqin në Serbi. Çfarë u përfol kësaj radhe për Lorinën në Serbi? Si zakonisht, kësaj radhe ju veç se Arlinde që ka qenë në zoomin e medjave sërbe, kësaj radhe edhe unë kam qenë prej atyne e atakuar prej medjave sërbe. Kemi pas një intervist për edicionin special të lajmeve me Shkodran nga Irakun, unë isha së bashku me Shakon, edhe Shako me një batut vogël. Çka e pyete Shakon? Nuk e di sakt pyetjen, po diçka ka qenë çfarë pret nga tifozët ose çfarë suporti ja u kishte tifozëve edhe atyne që nuk janë brenda, diçka kështu e tillë ka qenë. Edhe Shako me një batut vogël tha me respektu të gjithë, edhe pastaj unë qesha. Të gjithë, po, diçka ka qenë pak me spec përgjigja e Shakos, apo jo? Misionin që ka qenë lidh me se kësaj vjen keq me folja të fjallë. Tek Shkodran nga Iraku, se marrë pak me keq që gjitha Shkodran nga Iraku. Nga Iraku. I ka përshëndet motrat e... Shako Hoxha i ka përshëndet motrat e? Tifozëve serb? Të fëqin, po. Shumë e kultur një përshëndet. Me qajt nuk o mujt për. Po, ka kesh. Edhe ke qesht. Po edhe pastaj kishin shkru provokatorja nga Kosova, e kishin... Si gjinata vetë me bo dramatik. Sigur t'ju ka një ka ty edhe bandaj edhe ty t'kanë ataku me qenë se ke njës këtë pytje. Ishdash nështë Shako një mu. Po mu se bo shumë të madhe se dhe neve në këtu në emision mëngjesit na patën ataku njëherë, bile kemi qenë prezent unë kushtrimi, po më duket edhe shpendi, kam përdore dhe fotën tonë gjithë qka, po e se kemi bo shumë të madhe. Gonxha, media gjithmoni i zmadhojnë pak situatat, po mënyra se qësh i kanë zmadhu gjatë kësaj ndeshje ka qenë të mërshme. Tash po e një shtetin sërb?
është kjo që E kom ditë deri diku po ju në kësi masë se mas Mirë se pari erdhen i kemi ekip. respektu me të vërtet jashtë masë futbolistat sërbë, kemi qenë edhe fiziot të tyre, janë respektu me zvete futbolistat ma shumë se që është dasht, edhe pastaj me shkru lajme që ka pas incidente, gjithë shka i kanë zmadhu. I kemi dhuru dhe puthje, një tifoz i ka dhuru ka pas, puthje. Kam qenë prezente aty për ndodhi? krejt publikon mi tregu që personin fjallë ka qenë I pirë? pakipit, po, Ka qenë i edhe nuk pirë? e ka ditë që është një gazetar sërb. Po së që tjetaj ka qenë gazetar, ka qenë një person... Gazetare. Gazetarin sërbë. Ka raportu, Ma thash vendas tash. pa marrë parasysh se a ka qenë sërba apo jo, kështë një mikrofon të Al Jazeerës në dorë, pak vështirë nështë ta me identifiku, ne e dim që në Serbia dhe nuk është që e din gjuhën në falni në Shqipëri se din se kuptojnë të është ta gjuhën serbe, dhe për këtë arsye besoj që personi në fjallë veç ka bu këtë gaf nëse e quhet gaf. Milat, po më duket... Jo, ka premtu bibliotekat të lojën e fundit, se ka bo dështër. A, e ki fjallën për këtë? Për që ta... Mendoj tash. Hajde kështu ndo, hajde Tash, po shqo, me këtë rish ashtu bësh, Milat, kjo ka me presidentin e Federatës Shqipnis, gënjështar puro dhe fatkeqësisht dhe kolega jonë është bërë gënjështare. Fatkeqësi shumë e madhe. Fatkeqësisht unë e Gjuliana Nura nuk jam kam dështu. Fatkeqësisht. Ma mirë që si e. Lorina ka shku si gazetare atje, nuk ka të bëj me duke në kushtrim, se tash tani veç kër isha media të thonë edhe Lorina e ka marrë biletën për mos duke, se jo, Lorina e ka marrë biletën. 60% i stadiumit ka qenë ashtu, me tifozet të bukura, fatmirësisht që i kemi të bukura. Pak edhe mu që se këni shumë Lorina për me marrë bilet. Jo, nuk i shfridzojnë ana, jo, s'ka Jo, për me marrë bilet është shfridzem shumë i... Nëse dënë ajë, zëtënia më në alon bilet, mirë, nëse s'dënë e ka po përgjigjen e Lorina ka pas mësime siguru bilet. Herën tjetër Që të yjet. Okej, në dyja që i smerë me futbol. Cila i shkru në dukës? veç e bojmë një grup, apo? Po e bojmë, veç ku pishkujme, a pishkujme Snapchat-a? Nashta më Besoj që herën tjetër kemi me pas bileta për gjithë se për ndeshjet të tilla që janë lujtë, se besoj që ka me pas më interesim ashtë mas që shka pas herën e kalume. Po, ka pas interesim, ka zhu interesim edhe te orë që... S'kisha thonë, në dyja e besiguroj vetë. S'kene nevoj mu merë me këtë qështje, as me këtë bilet, kur të ma bini me ngjyra që atëherë e marrë biletë. Falim derit. Bravo, Goxha. Miljot e donë po i Bravo, Goxha. Miloti dhe Edoni s'kan faj. Miloti dhe Edoni e kanë Edhe këta prioritet organizator. me jap maksimumin aty ndeshje edhe janë dy super djemë te për talentum. Unë kam shumë respekt për ta edhe ju uroj shumë suksese edhe sonte edhe në jetën e tyre. Sa më shumë Mercedesa. O, sa mirë. Dhe kemi pas djerë. Shumë mirë. Mirë, apo trajtojmë në një lajmë tjetër, a ka ndë një zhvillim tjetër? Po, i kemi zhvillimet e ish-banorëve që është Santjana, e cila tashmë është në një lidhje me Patrisin, ish-bashkëshortin e Tunës, edhe është ndosh shumë lajme që jë ndajën bashku. Ata, me sa duket, i kanë shu krejt këto me një dalit tyre mbram, ku e patën, ku dolën e shion jetën të kafet e vogla të Prishtinës, edhe u panë me të afërt se kur. Këto spekulimet janë ndajën bashkë. Kur bohen dy personazhe shumë të bukur bashkë t'i knaqin syt, po ja ku kemi këtu mbrapa. A janë bashkë apo jo? Në fakt, kjo është një foto që ka qarkullu edhe ma herët, por ndoshta nuk është e natës mbrëmshme. Po, e patë edhe prej natës mbrëmshme ku jënë po bashkë, po nuk është që shien mas shumëti, vetë se identifikuan që janë ata të dërë. Një qift tjetër të bukur, po themi edhe përsi, po edhe si yjet e estradës tonë, është Adrola Dushi dhe Kapital T. Ata gjithmonë a lënë në pikpytje, asë janë nuk e dim, a janë apo si janë bashkë, janë apo si janë bashkë. Adrola Dushi dhe Kapital T. Lorina, ki ndo një informacion? Jo, s'kam asë një informacion, përveç atyne që shien se gjithmonë shkojnë në udhëtime bashkë, po publikojnë së bashku fotos, së di. I qilon që ashtu rrugë.
Bileta. Filloj njëtin Bileta nuk e kanë vendus me komentu edhe me mos me lalon ashtu në pikë pyetje. Capital T ka publiku një foto në Global Type edhe Drolla Dushi That's My Type. Tash ai ka pas fjalën vetëm për Global Type a për Capital T, po mbetet prapë një farë pikë pyetje, po që janë në pushime bashkë në Itali edhe po e shijojnë kohën e tyre më të mirë nështë në Edhe pak, se kam u kthy Kapital sot e patë ndeshën apo jo? Sa dohet në Prishtinë me qenë? Është kthy besoj mbrëm. Sa dhe kemi në fushë? Ta pysim Adrollën pak. Kur është kthy Adrolla? Të shohim Ose ndoshta do të jetë në stadion, edhe Adrolla, ku i dihet. Nuk e di. Në koncert kisha më thonë po Adrollë nëse shohim zakonisht në për stadiume. Si dihet, tipi sajnë ako ka. Po thot që është në komendë, që këtë tipi jam, si dihet e ndjek, i qilë në rruga në stadion. Në pushime që shpo qiloj. Po dhe që shpo takuve në aeroplan. Në stadion është ajo, po në event të gjithmonë është pranë ti. E ka pas edhe një konferencë kur e pat koncertin e famshëm Prishtinë dhe Adrolla ka qenë aty ndër të parat. Edhe më thonë që Capital T deri në atë moment kanë të prit musafir, një ka një ose të bëj foto me Fonca, edhe në momentin që ka ardhur Adrolla, veç fokusi i tij ka shku te Adrolla, nuk kërkonte askush tjetër më. Ku mos me konë fokusit aje bukuroshe? E kemi edhe një bukuroshe tjetër, është Ana Ishbanoria, bashkë me Kevin, i cili me sa duket po dojnë me kurorzu lidhjen e tyre me një unaz drejt fejesës. Qiftin në një intervjist jam pytë se nëse ka diçka në atë drejtim, Ana u shfaqe dhe ma entuziaste, po që pritet përgjigja pe Kevinit, ka një kësilloj shajave që janë drejt fejesës edhe ma gjë është qifti ma stabil i Big Brother. Këto kështu e mendua, qifti ma stabil në Big Brother, gjithë kanë dyshu që Kevin është thjesht të provu me marrë vëmendje për mes Anës, Ana që e ka dikët tjetër s'po e pëlqen, kanë qenë ato ndoshta që kanë pas ato problemet që kemi pa gjithë live, tentativa për me largu Anën nga Bigo e familjes së saj, por ja që mbi të gjitha dashuria çdo herë triumfon. Lorek. Po pajtona përveç të në dy është edhe Lela me Leon, që janë stabil, edhe ata janë stabil. Si pas na po ka herë. Ka herë, në Gjermania, s'diko jenë konë dika që tash bashkë. Që tjeri kanë pas disa probleme me zvete, disa mesazhe që dolin një farë kohë. Alo? Më falni, Armando Duka. Armando Duka. Ja, si hapi telefoni. Ka përfunduar. Dhe rrethu i njënën bileta. Me këtë case telefonin më shëmujt me hi në stadion. Po në? Me këtë case që e kin telefon s'kështë. So për informacionin tënë të ndisha deri në momenti kur e ka hu penaltin Rejmonaj. Në momenti që ka hu penaltin, në poshtë dhe forcat e rendit duke ardhur, sepse unë nuk hi në stadion, në asë një stadion, ku do që shkoja këm flamurin e u që kësë me veti, kështë që... A në kalzona pak se e ki qitë bishten? Ja, këta flamurin për një men, flamurin e madhë, po dhe këto. Bile këto ndoshta do t'alia si dhurat në fush, po ja që u largova me kohë, fatmirësisht. Atmosfera ka qenë shumë e mirë. Atmosfera ka qenë pjesërisht e mirë. Në brenda stadionit. Mirë ka qenë. Po, pjesërisht e mirë. Pse jo, thëshit kanë me hi aty si intelektual me setra, me kravata. Pse, intelektualisht në të gjithë. Atë knu, plus asaj kanë bo dhe kanë gjujtë edhe me shishe me gota. Po, bre, kënë të i myjë gjëndonë, kërejt, ku që e në kohën të i bua. Njoni ka shumë keqë, në gjendje shumë të rëndë. Në kohë, në qendrën e traumës, që thujnë ata Spitalin e traumës. Në spitalin e traumës kanë përfunduar. Kam pas me qëtatu që i kanë ndimu. Po. Nuk është ideja në... Se kjo pak po më pengon kjo ideja, sepse kur e sheni njëri të hetë keqë edhe që është në gjendje të vështirë se cili kish reagu. Sepse është njerëzore me reagu. Unë gjatë tregoj diçka që nuk është pa në kamera, as nuk është ndëgju, po që unë isha shumë afer edhe mujta me ndëgju. Momentin kur Gjumshiti e ndihmoi futbollistën prej Serbisë, i cili ka qenë i shtrim në tokë, Arlinda Jeti ka qenë njëri prej atyne që ka bërtit me të madhe mbrana stadiumi, ka thonë lëshoje mos e prek. Përderisa vetë kombëtarja reagojnë për njërin tjetrën, edhe neve ndoshta na takon pak me i gjyku. Unë e kam dëgju. Jo, sheni, unë mendoj që është gjest human, sepse në situatat tilla, se së dhe kish reagu. Edhe te ndoshta kishe reagu, se nuk je gjina atë situatë me ditë se qysh te reagon, se provu ma herët. Problemi është që nëse na kishim ditë musil me qëta Serbë që i kanë ashtu në Kosovë, me njerën bas luftës, na nuk i kishim pas që shto të telashet me ta, po i kishim palu edhe ishim palu në ko. Kështë tash na nuk jena agresori, na jena konë viktima.
Edhe si viktim na duhet me kallëzu kulturë dhe traditë që ka shqiptari. Nëse ajo rëzua aty për që i kanë ndihmuar Gjimshritin nuk ka kur gjë. Tjetrat e gruaja Gjimshritit në dokumentat që i qetëshin kur heq nuk po figuroj që është shteta se Serbisë. Domethënë ajo këtë rrojt i kishte kput me komplet me këta knena, ajo komplet me Zvicër atje. Plus tjetra është që na breu këna marrë aty në një qika vdën. Pyetje... është shumë personale. Po, kjo për veç e kështu vasi në hajgare, nuk është që pajtona 100% me atë pjesën pse tu kund me pas vajzat shqiptare, për tash ajo është e ka vazhdu që ashtu, tash po di që mi tonë. Dashuri, tash a me janë ndalu na veç pse është serbe ajo. Gjimshiti qaj litari që kur nuk e kanë ftu në Europian, nuk e ka trathu po shumë mirë që se kanë ftu 2016 kur ka qenë puna e Evropianit, nuk e kanë ftu fare. Ka qëndru prap, i ka qëndru besnik kombëtarës edhe prap në 2024 është kualifiku bashkë me kombëtarën, është lojtari për lojtarën për mbrojtësve më të mirë Serie A. Po pra, dush me pranu, me dallu pak. Atëherë edhe panelet politike le të mos të përmendin gruan Albin Kurtit. Po pse përmendin, po pse ta përmendin? Me që po përmendet gruaja e Gjimshritit. Albin Kurtit, çka ka të keqe gruaja Albin? Po përmendet në secilin panel politik. Për atë arsye kemi drejt me përmendet dhe gruan e cila Loriku po thotë që si ka dokumentat, po mbi emrin e ka me veç. Veç zakonisht janë slavë që urna? Gjimshriti nuk është kapiteni i kombëtarës shqiptare, 22 milion shqiptarëve. Po flasin për sport dhe sporti e politika gjithmonë kanë pas një shkputje. Në këtë ndeshje jo, në këtë ndeshje s'ka pas kur fardallimi. E kemi pa të gjithë që tash në këtë ndeshje të bësh aso, kur ata në 2014 nuk e din cilin vit ka qenë ndeshja e fundit, 14 apo, në 14 ata zbashku me huligana i kanë tentu me i shfaros këta. U pas kam konstituim të kuvendit. Kemi konstituim të kuvend. Falimderit shumë. Lorina që e bashku me ne. Nëso ora është Loja më falë? Në ora 8. 8:20. Ora 8. Ushtrim bëf mirë, falimderit. Lirina shumë falimderit, për ndryshe, sot për dukesh... Gjithashtu. Po që falimderit.